Si që dini tashmë, takimi i ftuar nga presidentja për të diskutuar rreth mundësisë ose jo të një mandatari të ardhshëm përfundoj, dhe ajo që është më e rëndësishme nga ky takim u bë qartë që askush nuk mundet me kriju shumicën e re parlamentare bazuar në legjislaturën aktuale. Do të thotë së paku 52 deputet të përfaqësuar nga 4 kryetarë të partive shqiptare dhe disa nga partitë minoritare, edhe në takim e kanë bërë qartë që nuk janë pjesë e asnjë shumice, gjë që matematikisht e bën të pamundur arritjen e shumicës së re parlamentare, dhe besoj se kjo do duhet të ishte e mjaftueshme që sot edhe presidenti i vendit të vinte në një konkludim të tillë dhe pastaj të vepronte në drejtim të shpalljes së zgjedhjeve, të cilat tashmë dëshëm apo s'dëshëm janë të imponuara. Në fakt, për një situatë të tillë ka muaj që si Parti Demokratike të Kosovës kemi diskutuar dhe kemi paralajmëruar, por në këtë moment rruga përpara është vetëm shpallja e zgjedhjeve. Normalisht në këtë takim ne e bëm qartë edhe qëndrimin tonë që përkundër përpjekjeve të mëhershme për të bërë një qeveri bashkë me partitë që ishin në opozitë në kaluarën, nuk kemi arritur një gjë të tillë dhe rrjedhimisht imponohet shkuarja drejt zgjedhjeve të parakohshme, por po ashtu kemi kërkuar që kjo të ndodhë sa më shpejt, duke pas parasysh që Kosova ka nevojë për një stabilitet, ka nevojë për institucione legjitime, për kuvend funksional dhe për një qeveri të re. Po ashtu çështjet që ndërlidhen me miratimin e buxhetit, me miratimin e disa marrëveshjeve ndërkombëtare tepër të rëndësishme, sidomos siç është plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor i Bashkimit Evropian, janë tema të cilat vërtet do duhet që të trajtohen shumë shpejt dhe normalisht do duhet që të bëheshin nga një kuvend i ardhshëm dhe nga procedurat të cilat mund të zbatoj një qeveri legjitime, e që aktualisht një e tillë mungon. Megjithatë, shpresoj shumë që më së largu deri me datën 5, edhe në kuptimin formal, zyrtar, gjysa takimit, po nuk është që tha diçka konkrete, përveç se tha ta shoh pak a ka mundësi, as ka mundësi, duke lënë me nënkuptuar që dëshironte me i pasë edhe disa ditë për me zgjatë këtë agoninë cilën na ka futur prej fillimit të këtij viti. Mos u mërzit, do të jetë kjo gjendje, por do ta krijojnë qeverinë e re pa Albin Kurtin dhe pa vetëvendosje. Pritshmëritë e Partisë Demokratike të Kosovës janë me fituar zgjedhjet e ardhshme dhe po ashtu me udhëheq qeverinë e Republikës Kosovës, me pas një kuvend funksional, me pas një shumicë mjaftueshme, e cila ja bën stabilitet dhe po ashtu me u bë qartë atë tentim kërcënimin që zoti Kurti po bën sidomos partnerëve minoritarë, nuk do të ketë zgjedhje në prill. Nëse kemi zgjedhje tash, unë jam i bindur që këto zgjedhje do ta provojnë stabilitetin për 5 vjet e ardhshme, edhe me zgjedhjet presidentit apo presidentës, edhe me qeveri, edhe me gjitha. Jo, absolutisht jo, është e pamundshme, po them çka u dëshmua atë është nga 111 deputet, sa aqën në lojë, 9 listë sërdhe nuk janë opcion për askën, nga 111, s'po 54, ndoshta 55 u deklarun që nuk votojnë dhe nuk janë pjesë asnjë shumice, kështu që prapë zotit Kurti maksimumin e ka 56, në 57, po s'besoj as 57 që mundet me i bo, për vetë as për këtë tjetër. Besoj është pyetje për ta, në Dragash ne jemi ngarë, Partia Demokratike e Kosovës hyn si çdo balotazh për të fituar, të gjitha partitë tjera që janë jashtë garës, duke përfshirë dhe komunitetet, janë bërë bashkë për ta mbështetur kandidatin tonë Shaban Shabani, dhe unë besoj që ajo do të jetë fituese. Ne nuk e kemi mbështetur dhe nuk e mbështesim lëvizjen vetëvendose në asnjë garë. Faleminderit shumë.